Po Gradeci po përgatitet për një tjetër sezon veror me fluks të shtuar turistësh, një trend në rritje vit pas viti. Aktualisht, qyteti dhe rrethinat numërojnë 47 subjekte në sektorin e hotelerisë, me rreth 2000 shtretër të disponueshëm për pushuesit. Megjithatë, rritja e ndjeshme e vizitorëve, sidomos gjatë muajve korrik dhe gusht, ka nxjerrë në pa nevojën për zgjerimin e kapaciteteve pritëse dhe për shtimin e operatorëve që ofrojnë shërbime të strukturuara turistike. Kapacitetet janë të mjaftueshme për momentin, por duket që është e nevojshme dhe të shtohen kapacitetet e tjera, si në pikat ekstreme të linit apo të tushemishtit, kemi dhe një shtimdim të bujtinave, por interesi i madh i turistëve të cilët tregojnë për qytetin ton, ka një pritshmëri që të rritet edhe numri i kapaciteteve akomoduese për ta. Po Gradeci mbetet një destinacion i preferuar për shumë turistë vendase të huaj. Për të përmbushur pritshmëritë e pushuesve, fokusi i institucioneve vendore mbetet tek rritja e cilësisë së shërbimeve dhe fuqizimi i bashkëpunimit me sektorin privat.